Atëherë shkojmë nga Prishtina dhe ndalemi te trajneri I Prishtinës, Arsim Thaqi. Trajner, faleminderit që jemi neve sonte. Faleminderit juve. Trajner, fati nuk është se ju përcollin short Ligës së Evropës kësaj here. Një kundërshtar goxha I papërshtatshëm, Sheriff Tiraspol. Normal që gjitha skuadrat këtë nivel janë të forta. Dhe që tjetë na I kemi njoftë edhe më herët, si skuadra, jemi të punu, të përgatitur ekipin që të bëjmë një paraqitje sa më të mirë, edhe shpresoj këtë qëllim do të arrijmë. Sherifi para do kohë pa të mposhtë Real Madridin, se mos mendoj për shembull Prishtina me mposhtë Sherifin. Futbolli ka treguar gjithmonë që është I paparashikueshëm. Po, atë për 3 vjetë Sherifi e ka poshtë njënin për ndeshjeve Real Madridin. Mirë po, këtë 2 vjetë e fundit, edhe pse e kam poshtë atë kohë, nuk është ai Sheriff Tiraspol që ka qenë atë vetë, në vetë faktin që edhe ka ndodhur lufta në Rusi edhe niveli I skuadra nuk është ai që ka qenë përpara, që do të jetë prapë se prapë është një skuadër cilësore edhe në vetë faktin që ka një numër të madh lojtarë që vlerat e tyre arrin 400.000 e përpjet deri 650.000 kanë lojtarë. Që na jemi të punu nga drejtim edhe normali kemi kohën e mjaftueshme për me përgatitur ande ekipin. Jemi të bëjmë fazë përgatitore në Istanbul, Turqi, edhe besoj që do përgatitem shumë mirë pa ndeshje. Skuadra Prishtinës nuk ka qëndru duar kryq, kthehet Baftiu, sjellet në ekip Namani, Veliu, pra shtohet kualitetit e skuadra Prishtinës. Sa I kënaqur me këtë ekip momentalisht? Plus po flasim edhe disa futbollistë të ri që ju kanë ardhur. Po, atëherë jemi fazën e kompletimit të ekipit me lojtarë cilësor, që kanë eksperiencë. Kuptohet 3 lojtarë që I përmende janë vërtet lojtarë dëshmuar në futbollin e Kosovës. Qoftë Blend Baftiu, qoftë Hamdin Amani, qoftë Valmir Velio. 3 pozita që neve na kanë dashur me mbulu me lojtarë këtij niveli. Normal që të ndeshjet e fundit kanë pasur këta lojtarë vështirësitë e veta me llapin edhe nuk kanë qenë në ritëm mjaftueshëm. Mirë po gjatë kësaj kohe sa jemi këtu në fazë përgatitore, shpresojmë shumë që këta stërviten maksimalisht edhe të bashkohen grupet lojtarëve të Prishtinës edhe ta kalojnë atë mungesën e përgatitjes së vitit, sidomos këto muajt e fundit në përfundim të kampionatit. Prishtina e morët në një situatë jo fort mirë, arritet që me mund më pas sigurohet dalja në Evropë duke e fituar Kupën e Kosovës. Sa është rëndësishme dhe sa mund të ketë presion Prishtina në paraqitje në arenën ndërkombëtare? Në vetë faktin që Prishtina këtë vit fitoi Kupën e Kosovës, nuk mendoj që është presion. Normal është dash me qenë kënaqësi, është dash me qenë privilegj, edhe normal krenari për me vetë faktin që është njëri prej klubeve më me histori në futbollin e Kosovës. Është klubi I kryeqytetit edhe mendoj se do ta bëj prezantimin më të mirë, jo vetëm kryeqytetit, por edhe futbollit të Kosovës. Po këto ekipe që luajnë gara ndërkombëtare, si Prishtina, Drita, Ballkani, Maliqeva, normal kanë, si me thonë, mesazhin e njëjtë, që ftojnë tifozë të përkrajnë me vetë faktin që prezentimi sa më I mirë këtyre ekipeve në arenën ndërkombëtare ndihmon jo vetëm vetvepes edhe ekipeve tyre, po ndihmon edhe nivelit futbollit të Kosovës. Edhe kështu që në këtë drejtim normal për neve është një përparësi se ndeshja e parë luajmë jashtë. Edhe nëse eventualisht gjejmë një rezultat pozitiv, kuptohet që stadiumi Fadel Vokri do të jetë përplot me tifozë. Edhe atmosferë të jashtëzakonshme se s'di me bo tifozë plisat. Sa I përket transferimeve trajner, a do të ketë ende lëvizje apo kjo do të jetë skuadra me të cilën Prishtina nis sezonin? Normal që tani kemi bërë një lëvizje më të shpejt për shkak se garat e Evropës janë shumë afër.
Po normal kohën për me bo transfere, nëse eventualisht kemi ndaj lojtar që i avlen edhe që përshtatet me grupin, kuptuar deri para kampionatit, normal do ta sjellim me ekipit. Si do që kemi edhe elemente të ri të futbollit me ekipit edhe normal aty ne do që japim mundësinë gradualisht që ata tregojnë cilësitë e veta, me vetë fakti që kemi 2 lojtarë edhe pse janë 3 mosh, qoftë Gallapeni, qoftë Raçi, ka tregu cilësitë e tyre edhe në kuadër të asaj ndeshjen e fundit e pamë se ishin edhe pjesë e kombëtarës, jo vetëm si pjesë, po edhe formacion, sidomos Raçi luajti gjatë 90 minuta, edhe normal kjo është edhe misioni i futbollit edhe çdashme që janë të na, që të krijojmë sa më shumë elemente të ri futbollistave që japin mundësi që këta në një të ardhme shumë të afërt të bëjnë gjërat e kombëtarës Kosovës. Për mësë me të marrë shumë kohë trajner se i ki edhe angazhime tashme futbolist dhe angazhime që ju presin, unë ju uroj shumë sukses në garat evropiane dhe shpresoj që gjatë kësaj periudhe të përgatitjeve të kaloni sa më mirë dhe të mos ketë ndonjë lëndim eventual. Faleminderit shumë edhe përshëndetje përqit për gjithë të shikuesit e Radio Televizionit Film. Faleminderit shumë dhe miru pafshim. Atë mirë.